Është një fjale për hapur në popullin tonë që thot as hoxha nuk hyp në minare pa pare. Po ta shohim ashtë kja vërtet. Do ta vizë dritën. Ju mosh pak frym, edhe më gati të fundi. Qes kjo është dera. Nuk se ka bash edhe aq let me hyp në minare. Sepse nuk është hera parë që pojnë. Dhe ja pra hypa në minare e Xhamisë Tencit, ku edhe shërbej si imam. Askush nuk më ka paguar që të hypi këtu, dhe del pak që nuk është e vërteta e që thujnë populli, as hoxha hyp në minare pa pare. Me të vërtet hoxha e lunë rolin e prindit shpirtëror. Nuk është edukat mos sjell ashtu me prindërit shpirtëror, se ju nuk e keni idenë hoxhallarët sa punë e kryjnë. Sa gjaqet i parandalojnë, sa vetë vrasjet ju dalin për para mas me ndonë, sa pajtimin familjar, e sa vepra tjera, organizimet vepra të bamirësis, e shumë vepra tjera që me të vërtet, mas vetë jam hoxha një rretën e hoxhallarëve, nuk e keni idenë sa punë e mire bajnë më sheft, po që nuk e din publiku. Prandaj, nëse llogaritni hoxhallarët si njerëz material, se normalisht ne nuk kemi sikur disa feje që i shenjtrojmë hoxhallarët, edhe hoxhallarët janë njerëz, ja qëllojnë dhe gabojnë, përse do të me respektu autoritete e hoxhës. Mund të ketë gabimtar për tyre, po autoritetin s'bën me ahub, se në çdo lëmi ka gabimtar. Çdo lëmi, përse nuk do të mu përfshi gjithë njerëzit për shkak të gabime të disa individëve.